Përshëndetje në një video të re. Kush ka për mungesa këtu? Kam që me pushime. Pushime ndërkohë në shtëpi. Një video e re. Por nuk kam për mungesa në Instagram që kështu shkoni dhe më ndiqni atje, sepse kemi bërë receta gatimi, kemi bërë pazare, video shumë bukura, edhe nuk është se kam munguar 100% në rrjetet sociale. Tani unë po bëhem gati. E kam lënë me Blinën që të takohemi, sepse Blina ka një surprizë për mua që unë e di në fakt, po mezi po pres që të takoj që t'ju a them edhe juve këtu në kanal. Dhe do bëjmë një make-up super të thjesht, kam vendosur këtë SPF që është edhe me çka ka një kjo make-up me fondati. Yes, right. Kemi bërë vërtet mungesa këtu në YouTube, do vendos pak blush tani. Edhe kjo garderoba më është bërë gjarë moj, sepse kam bërë unë video, content këtej në garderoba, edhe nuk se kam rregulluar, se me të drejtë ndonjëherë shtyhem që ta rregulloj, se duhet që të bëj video, përse kështu jemi të gjithë. Edhe çfarë kam bërë? Kam qenë në Poliçan, kam qenë, ku kam qenë tjetër? Se kam bërë ndonjë gjë tjetër? Oh po, kam shkuar në ju a kam lënë pak filmimet, kam shkuar në Gramsh. Ne tani jemi nisur për hiking, do bëjmë hiking për të vajtur tek liçeni Dushkut, që është në Gramsh. Edhe ndaluam pak këtu tek ky rezervati i madh. Jemi në hyrjet të Gramshit, ju përshëndes të gjithëve kush është në Gramsh, jemi bërë grup, edhe jemi me makinën tonë, edhe do t'ju tregoj gjatë ditës. Kemi marrë bukë me vete, gjithashtu kemi rezervuar edhe në një lokal për drek. Ka nisur dhe sa mbar. Bukur që është, por zambakt nuk kanë gjela akoma, lullet, gjethet kanë nisur, edhe i ranë gjithë liçeni vetë qark. Edhe të shpjegoj pak për pjesën e rrugës, nga Gramshi është 20 minuta me makinë, por rruga është pak e prishur, por makina e vogël në erdhe, pak me kujdes. Pastaj e lam makinën tek Biofarm, edhe gati 2 orë në këmbë për të ngjitur. Edhe jemi gati, sa lartësi jemi? 1500 mbi nivelin e detit. Jemi. Ja. Edhe ja kam nisur seriozisht të bëj hiking. Javën e parë ishim tek livadët e Ketit, në Plos. Por se këtë herë erdhëm në Gramsh. Më thoni ndonjë vend tjetër që ka kështu terren pak malor për hiking, që është i bukur, që ja vlen që kemi vizituar në Shqipëri, që ta bëjmë javën tjetër, sepse duam që çdo javë të bëjmë hiking dhe dalim në natyrë. Thank you. Sugjeroj që të shkoni tani, sepse është bërë plot me zambak. U bëm 3 javë, 4 javë që nuk kemi postuar video, po do postojmë tani. Edhe po bëjmë kështu make-up, të takojmë Blinën në orën 4, në orën 5 kam kursin e anglishtes, ju kam thënë që unë kam nisur kurs anglishte. Edhe jemi në mes të nivelit, të me bërë provime, kam shkuar rregullisht, nuk kam bërë asnjë mungesë. Edhe kam bërë shumë mirë.
Edhe ka shkuar shumë mirë. Me bërë goxha njerëz, në kurse me bërë 12 veta dhe 1 orë dhe 10 minuta kemi, edhe nuk është se na ngelet shumë kohë që të lexojmë apo të flasim, kjo gjë më bezdis pak, sepse supozohet që po shkoj në një kurs që mbahet, ka emër, ka histori, edhe mbahet ndër më të mirët, edhe prisja ndoshta diçka tjetër, edhe për çmimin që po pagoj, për kohën që po investohem. Domethënë më shumë komunikim, ndoshta me kalimin e kohës, që edhe ne të dimë më shumë, nuk e di. E prisja pak më intensiv, e prisja unë atë kam e rak që nuk flas, kam zor të flas dhe nuk është se më ka ikur. Nuk e din që ose unë do mund në njërë në të ardhme të flas anglisht. E për këtë ndjem shumë keq, por do bëjmë këtë tonë. Kam dalë për vrap, ju kam thënë që kam nisur vrapin, ndonjëherë shkoj, ndonjëherë s'shkoj, varet se si e kam kohën. Bëjmë edhe pak veturat. Por më shumë e fokusuar kam qenë me Instagramin, dhe jam rritur goxha nga recetat që kam bërë. Po duket sikur kemi një shekull pa folur. Goca, u rikthema. Hej, e dini që më ka marrë shumë, më ka marrë. Normale që më ka marrë. Do bëjmë dhe pak buzët, më ka dalë edhe kjo plaga këtu që kështu të mundohem që mos ta prek me laps. Sa të shkështu pak si shi. Është e premte. Është data... Sa është data sot? 8 maj. Jemi në muajin maj. Një kujtova dje bëra pak shopping për me libra. Bleva 8 libra të rinj dhe do t'ja tregoj pas pak se çfarë kam marrë dhe shpresoj që të kem bërë zgjedhje të mira edhe ta shijoj verën duke lexuar libra. Erdha më ullon këtu tani që t'ju tregoj blerjet që kam bërë bashkë me Albion. Nisim. Kam këtu Stefan Zweig, që është padurimi i zemrës. Më duk i lezetshëm. Unë e kam shumë shef Stefan Zweig. Dhe letra nga një panjor, letra një të panjore është fantastike, nëse nuk e keni lexuar, është fantastike, është novelë shumë e shkurtër, por është super e bukur. Dhe kam shumë pritshmëri. Stefan Zweig. Gjithmonë i preferuarim. 14.000 lekë, e morëm 12 se ishte me ullje, kështë një ullje të vogël. Këtë ma kështë e marrë Alvio, se vajta bashkë me Alvio. Kronike një vdekje të lajmëruar. Është Gabriel Marquez, edhe... librat është Mister. Këta librat që lexohen në plazh. Oh, sa cute! Ky kushtonte 10.000, këta kemi marrë 8.20% ullje. Kalojmë te libri tjetër. Kemi këto të Zafon. Kam Hija Erës. Unë nuk e kam lexuar palve, e kam nisur. Edhe donte që të merrte edhe dyshin. Duhet që ta nis edhe unë, sepse mbahen shumë të bukur. Tani, mora nga Muso, vajza e letrës. Kjo historia ishte fantastike. Unë kam qef këto pak romancë të çuditshme ose toksike ose që nuk ndodh zakonisht. Nuk është diçka bazike. Edhe kjo është shumë e bukur. Pse do thoni? Është një shkrimtar që po shkruan një libër dhe ka ngecur. Nuk po shkruan më. Nuk i vjen më asnjë frymëzim. Dhe papritur i shfaqet një vajzë misterioze dhe vajza që i shfaqet është vajza që ai shkruan tek libri, për të cilën shkruan. Domethënë, krijimtaria e tij i shfaqet. Edhe ai bie në dashuri dhe kjo vajza i thotë që ti duhet vazhdosh historinë sepse për ndryshe unë do të vdes. Edhe ishte fantastik, domethënë, mund ta lexoni pak këtu. Mu duk shumë e bukur, mendoj se do më pëlqej. Tani, unë kam shumë pritshmëri, për këtë librin kam shumë pritshmëri nga gjithë që kam marrë. Pastaj kam marrë Luanat e Sicilis. Ma sugjeroj një grua aty tek libraria që unë ja dëgjoj gjithmonë këshillat.
Edhe më tha ka dhe librin e dytë. Më tha merr njerë këtë, jam e sigurt që do të pëlqej. Sepse e di ajo zhanërin që unë kam qef. Ajo më ka sugjeruar Jeta e padukshme e Adelarës, që unë ja sugjeroj gjithë njerëzve, është romani im i preferuar. Pastaj morëm Martin Eden, ky është shumë i famshëm. Tani është botuar, s'po bën shumë, se nuk ka qenë në Shqip. Edhe ky kushtonte 17, ne morëm me një ulje të vogël 20%. Edhe një klasik i pavdekshëm dhe i fuqishëm. Duhet se ta lexoj. Edhe më tha ajo zonja që fundi i personazhit është pak i lidhur me vetë shkrimtarin dhe duket ndonjëherë më shumë si autobiografi se sa thjesht një roman. Do t'ju them gjithë këta libra. Edhe i fundit fare është Në lindjet e Edenit, që ka fituar edhe çmim Nobel në letërsi. Edhe kur e pyeta, po këtë se kam parë vërdall që e kanë lexuar njerëzit dhe e pëlqen, tha, si se ke lexuar këtë? Edhe ma dha kështu direkt e më tha, nuk të them fare për këtë libër, për këtë të them thjesht që duhet ta marrësh. Duhet ta lexosh një herë në jetë. Edhe jep, e mora dhe këtë. Edhe kjo ishte blerja e librave që unë bëra, unë flas me shumë emocion, se unë i kam shumë qef, realisht kam shumë qef. Edhe gjëja e keqe është kur lexoj një libër shumë të bukur edhe kam shumë të vështirë të më pëlqej një libër tjetër, prandaj më sugjeroni librin më të bukur ever që keni lexuar ndonjëherë. Për mua është Jeta e padukshme e Adelarës, është libri që o zot do ta bërtas, sepse është ai zhanri që unë kam qef. Unë dua t'ju përshkruaj çfarë pëlqej. Unë pëlqej lidhjet pak toksike, lidhjet që nuk ndodhin zakonisht, o duhet ke një pengesë, o duhet i bukur shumë, duke dhe dashuria dhe demonët e tjera, e kërkova dje në 2 librari, edhe është e Marquez, Gabriel Marquez. Çfarë fliste? Fliste për një vajzë të cilën e ka shon një qen në Kolumbi. Dhe këtë fshati mendon se kjo është e pushtuar nga demonët. Dhe e çojnë tek një prift, e largojnë nga vendi ku janë, sepse mendojnë se ka rrezikshmëri, edhe ky prifti duhet i bëj ekzorcizëm. Kështu quhet. Mirë, thash më duket. O zot. Horror, e bëm horror. Realisht ka është libër poetik, ka sfondin e errët, që mua më pëlqen, edhe e papritur prifti bie në dashuri me këtë vajzën. Prandaj, më pëlqen këto historitë kështu që nuk janë normale. Thjesht gjëja që nuk më pëlqen tek ky libër është që kjo vajzë është 12 vjeç, më duket shumë e vogël. Sugjeroni edhe libra të tjerë që kanë pak marrëdhënie toksike, që janë kështu pak mister, e do, pak stil gotik. Eugenie Grande më pëlqen shumë mua. Pëlqen Jane Eyre, që jam duke lexuar dhe ai libër o zot sa ka zgjatur, kam para 2026 që e kam nisur. Po nisa unë nuk pushoj, po për libra mund të flas gjatë gjithë ditës. A shumë me emocioni marr me më kënaqin librat, edhe kur gjej ndonjë shoqe, ndonjë person kështu kënaqem, edhe gjithmonë në librari duken çik çuditshme, po kur shikoj goca që blejnë libra, nuk i njoh, edhe them përshëndetje, si jeni? Ka libër po merrni? Kush libri më i bukur që keni lexuar? Edhe kanë shumë qejf të marr sugjerime nga njerëz që i kanë lexuar librat, edhe sidomos në vajzat që janë në moshën time, apo edhe gra që kanë lexuar shumë zonja edhe kanë botë edhe mund të më sugjerojnë diçka të mirë. Prandaj më sugjeroni një librin tuaj të preferuar që unë duhet të lexoj. Unë ju thash Adin, Kalorsin e Bronzed me Tatiana dhe Aleksandrin, nga Remarku duhet lexoni Obeliskun e Zi, është pak i lodhshëm, është pak i rëndë si libër, por ka histori shumë të bukur sepse ajo është në çmendima e vajza dhe dashurohet me këtë djalin. Do të thënë këto historitë më pëlqejnë mua. Pastaj Eugenie Grande është fantastike, unë vdes për Balzac, më kam shumë qejf na Stefan Zweig, pastaj edhe kështu. Këta ishin blerje, të kushtuan diku tek 80.000 lek, pastaj vajte me Albion hëngrën burger, tek Smash Burger e kam. Nuk është të mira ishin, po të velnin pak me thënë të drejtën. Do duar edhe librat aty, shkane? Qitë libra, po ju atrekoj pak, shpejt.
Ja, t'ua tregoj se di që i keni qef, sepse dhe unë vdes për libra. Edhe gjithë librat e mi, i kam marrë 2-3 aty lakëndesh kështu, sepse i kam vërdat në përshpik, kam nisur 2 libra të lexoj në të njëjtën kohë. Edhe duhet që t'i rregulloj, më tha një gocë në Instagram që po më jep ankth mënyra se si i ke shpërndar shkrimtarët që nuk i ke bashk, po kjo rastësisht që nga bashk shpërtorja, ku është shpërtorja tjetër? Edhe kjo. Edhe ky është shumë i bukur, nëse doni libër mister, pak dashuri, pak kështu, po doli filmi. Edhe libri është shumë i bukur. Pastaj keni edhe 203-shin. Unë 3-shin e kam lënë për gjysmë. Shikoni, kjo është shqiptare. Nuk e kam lexuar këtë, po kishte histori të lezetshme. Ta lëm këtu, duhet ta lexoj se s'bën. Si është hapa pak vend që mos u jap ankth. Të jenë librat. O sot po bëra më këtu me një dorë. Të jenë librat. Se më ra televizori për pak, por ja. Edhe librat aty lart. Këtë po lexoj unë tani. Ku e kam lënë? Duhet jem të faqa 100. Përshëndetje nga dita tjetër. Unë tani po dal outfiti për sot, komod, sepse kam kurs edhe jam pak me vones, duhet ta bëj për gjysmë ore në këmbë që të shkoj te kursi. Mendoni, kam ditën e 4 që s'kam lar vlogot. Kjo është Marcela Agjes. Hello! Hello, ne tani po ikem të shohim filmin e Michael Jackson. E për mungesa këtu te YouTube. Pas bosh. Se mi qa prezent shmi. Fix. Edhe unë kam për mungesa se kemi diellin përballë. Kam pritshmëri për filmin, do t'ju them pasi të dalë. Nëse do më pëlqejnë, nëse ju a sugjeroj. Mbaj mend thjesht kur ka ndëruar jetë Michael Jackson 2009, kam qarë shumë sepse shoqja ime ka qenë fiksuar. Dhe çanta jo, çanin dhe ne, nuk e kuptoni se isha shumë e vogël, isha 10 vjeç. Por thjesht humbi jetën një legjend, mbreti i popit. Edhe prandaj e mbaj mend kështu si të ishte dije. Edhe gocat të policanit, qanin. Nuk do jemi vetëm për ta parë filmin sot, kemi edhe shoqërinë që po na pret tek Tegu, edhe shpresoj që ta kapim, duam të kapim orarin e 7-s, është ora 6:30 besoj se e kapim. Thjesht Alve që më thoshte shpejt, se nuk do ta kapim dot, thjesht është. Po unë jam pak pa qef sot edhe. Edhe kam pak dhimbje barku. Can I trust you? Can I trust you? Find me in the ocean. Goca këtu nuk do të kokoshka, po sa i mol filloi kështu, po ja hande pa e kuptuar. I'm just a girl. Tani jemi para se të nisi filmi edhe do ju them se si ke pritshmëri. Kam dëgjuar që është film shumë i mirë, pastaj të shohim. Saverna!
ascensore, por këtu kam rroba. Nisova këtu te studioja sepse do të nxjerr disa gjëra të klakimon që kështu më ndiqni aty. Jam e lodhur. I ka marrë në këmbë nuk e rrona motori sot, sepse kisha harruar pultin e alarmit edhe ja bënte pip pip motori. E duhet i kanë shpesh edhe merë dhe thash nëse po vinë këmbë. Jam bërë as shumë rroba se se keni den të shuqyr që po shes. Hello, tani jemi këtu te ky këndi dhe mund të flasim. Është bërë rëmuj, sepse e dini që vi këtu te studio. Ju a thash domethënë që solla disa veshje nga shtëpia, ato që kisha ndërmend për të shitur, disa u shitën, disa jo, që kështu shkoni. Edhe tek Lakimon mos gjeni diçka. Mora ushqim, kushtoi 500 lekë, mora shumë patate, do ja tregoj. Por ju thash që do ju flas pak për filmin e Michael Jackson, si hym në kinema dhe si dolëm. Dolëm kështu vetëm duke kërcyer, edhe dije isha. Më thënë sot është dita tjetër, edhe jam dedikohet vetëm duke dëgjuar këngët e Michael Jackson, kisha shumë kohë pa i dëgjuar dhe nuk e kuptoj pse. Edhe duke kërcyer e pat edhe një pjesë aty me fshesën. Filmi ishte fantastik. 10 nga 10. Domethënë si film që kishte të përfshirë muzikën, film zhanër muzikal, ishte shumë i bukur sepse trajtonte pak edhe jetën e Michael Jackson, traumat që ai kishte kaluar në fëmijëri dhe pse ai u bë mbreti i muzikës, jo vetëm mbreti i popit, por realisht mbreti i muzikës dhe pse nuk ka dy si ai, sepse ju deshe të sakrifikonte fëmijërinë e vet. Duhet që ta shikoni. Është shumë i bukur, është shumë inspirues, frymëzues për të bërë njeri, sepse kishte një baba i tij, kishte një shprehje që në jetë o mund të jesh humbës, o je fitimtar. Edhe në fakt për humbjen gjithë e kemi në xhep. Që kështu duhet të punojmë, por duhet ta shikoni. Edhe për të kuptuar pse Michael Jackson ishte në vend të parë, gjithmonë. Edhe sot që po bën gati 20 vjet që ka vdekur, është numri 1 për pjesën e muzikës. Kinemaja ishte fantastike, do doja shumë që të trajtonte pak edhe pjesën emocionale, lidhjet që ai ka pasur, martesën që ka pasur me vajzën e Elvis Presleyt, por mendoj se do t'i japi tek pjesa e dytë, sepse e la të kuptohet që do ketë një vazhdim filmi, sepse e mbyllet diku tek viti 1995 dhe në mbyllje të tij thoshte historia vazhdon. Edhe kështu ju sugjeroj që të shkoni ta shihni. Realisht ishte film familjar, nëse nuk e dini aktorin e Michael Jackson që ishte aktrim brillant dhe unë jam e sigurt që do fitoj çmim Oscar. Jam e sigurt, ja e them këtu, e luante nipi Michael Jackson dhe ishte fantastike aktrimi. Morëm ushqim, kushtoi 5.000 lekë, o zot, më duket të kanë të tota, se më vënua pak me të drejtën. Por mora këtë që marrë gjithmonë. Qofse jeni në përzyra, ose kështu është shumë e mirë. Ma më pëlqen të paktën. Sot ma pas ka bërë sallatë fshati. I thash edhe pak bukë. Edhe kushtoi 4.900 lekë. 3.700 kushtoi gjitha kjo. Buka 200 lekë dhe 1.000 lekë transporti. So unë jam shumë larg këtu të zyra. Edhe mora patate me fileto edhe me këtë sallatën. Ka makarona, qaska, edhe është ky restorant Borova. Edhe ka gjëra shumë të mira, më pjesë në gjithmonë në Instagram kur e kam nxjerr, nuk e kam bashkëpunim. Ju e dini që unë sugjeroj shumë gjëra, sepse mendoj se kjo është ti jesh influencer, sugjeroj gjërat që ti vërtet i përdor, jo ato që ke bashkëpunim. Okej, mund të sugjerosh diçka që normale të ka pëlqyer edhe do që ta ndash me audiencën tënde, por duhet që t'i japim edhe nga vetja jonë. Doja që ta nkroja pak këtu, por nejse nuk prish punë. Sot për darkë jemi të ftuar sepse ka ditëlindjen motra e Alpjes, edhe në fillim thash nuk do ha gjë që të hati. Edhe jam pak në dietë, sepse ju thash herën e fundit që ju kam lënë, po isha në dietë. Në fakt në Instagram kam qenë shumë aktive dhe kam bërë një episod, një seri të çmendur me gatime shumë të shijshme dhe kisha shtuar 1 kg.
Kështu duhet ta hiqem atë tequila. Mi që pas ka vendosur dhe bukën në zezë. Edhe kështu, më bëftë mirë njëre, se kam akoma punë se duhet të postoj rroba. Edhe po ha bukë. Ja si duket, edhe ushqimi im. Super yummy. Sen bana yalan mı söyledin? Hello, nga dita tjetër. Në fakt, nga 2 ditë pas. Duket që nuk jam në gjendje më të mirë, ti isha shumë smora dhe partije pasi isha tek zyra u smora, pasi ju tregoja për veshjet. Edhe shkova, më vizitova, bëra një eko, por t'ju tregoj nga fillimi për këtë ekon që më rëndoj shumë, sa nuk e keni iden. Kisha probleme me pjesën e barku. Nga simptomat, që duhet shkoja të bëja ekon, dhe më tha ai që duhet ta kesh fshikësën, duhet ta kesh me ujë të mbushur, se bëra dhe analizat e urinës e të gjitha këto. Edhe unë nuk kisha pirë gjë në mëngjes, se vajta shumë herët në mëngjes. Edhe po i thasha unë që nuk po e kuptoja. Edhe gjëja e parë që më tha mjeku, më tha, hi, shiko, tha, to shkaqet që ke ti, tha, mund të jetë një tumor në veshka. Edhe ngela kështu. Thash, gjëja e parë që një mjek të thot ishte kjo fjala. Edhe nuk e keni ten. Fillova u preka, shkuam poshtë te kafeja që të piva 2 shishe ujë. Po jam mërzitura shumë, nuk e keni iden që të vinë nga një mjek, fjala e fundit, mendoj se vetëm në Shqipëri ndodh, që ta stresosh njeriun aq shumë, ka 100 probleme të tjera para se të shkosh tek ajo. Edhe po pija ujë, po isha me Alvion, thoshte Alvion qetëso se nuk ka asnjë gjë, unë që isha gjithë kohë se mërzitur, nisa të qaja, mora Ersi në telefon, thash më po nuk ka asnjë gjë, do shkosh atje, do shkoj shumë mirë, që shumë frikë që të shkoja të bëja ekon, si mund të iki ta bëj, thash, nuk jam aq e forca të shkoja prapë pas 1 ore, me të njëjtin doktor më atje. Po nisa shkova, bëra ekon, dhe shqyr zotit, isha shumë mirë. Kisha një problem, por një problem që zgjidhet dhe rregullohet duke marrë ilaçe, që i mora dhe i kam për 1 javë. Edhe ekoja doli shumë mirë, nuk kisha as probleme me veshkën, as kur, as një gjë e keqe që zot nuk e them dot, larg qoftë. Edhe zot kalova shumë. Djen mëngjes ishte se kisha dhe temperaturë dhe nuk mbaj mend asnjë gjë. Mbajra këtu. Ngra mëngjes, fjeta gjumë, pastaj mora recetën, se dolën analizat. Mora recetën për problemin që kam, edhe shkova poshtë tek farmacia, kam një farmaci këtu të lagja. Është shumë absurde, çfarë më ndodhi, se s'më kishte ndodhur ndonjëherë. Do me thënë, nga gjithë ky shqetësim që unë kisha në mëngjes, duhet kaloj atë këtë tjetrin. Që më duket absurde, t'ua tregoj. Vajta aty i thash, i pash nga jashtë në xhami, thash që nga hapur. Më falni, se sa jam zgjuar në gjumi e ta dini që duhet mas edhe temperaturën për ndajmë kështu. Edhe vajta hyra brenda i thash si jeni? Ishin 2 veta, do më thëmë burre grua. Edhe shkova te farmacia dhe i pyeta, si jeni? Do më thëmë, shumë mirë. Si je? Mirë, do më thëmë thjesht kjo përshëndetja. Sa do nxjerrja telefonin që t'i tregoja recetën, më tha mua, shiko më tha mua, ke goca këtu për veten e vet, dhe për burrin e vet, dhe ky djali këtu, tetoj na bashkëshorti vet. Janë burre grua që ta dish, tha. Ngela. S'u kisha ndodhur ndonjëherë. Shumë mirë, thash unë. Qa të thoja? Mirë. E tha, jemi burre grua që ta dish. Okej. Ndoj telefonin, unë i thash, shikon këtë recetën që se është e mundur.
Edhe më tha mua, shko tha se dërgove dhe një zonjë dje një vajzë, ta erdhi një vajzë bjonde e kështu ashtu. Tani nuk e din që se vajza bjonde e kishin për mua, sepse unë këtë moment i kisha fol flokët e kapura. Kurse dje që kisha vajtur, kisha marrë një qetësues të vogël për problemin që kishte para se të vizitosha. Në kisha flokët lëshuar dhe mos dukeshin bjonde ose e kisha për tjetër njeri, nuk e di. Edhe i thash unë, jo i thash unë, më tha ma që kishe dërguar një grua, një vajzë bjonde. Thash unë, jo i thash unë s'kam dërguar asë njeri. Tha ma e ditë shka, tha, më duket se të ngatroj me një vajzë tjetër. I thash unë, ndoshta i thash se unë një herë kam ardhur tek e farmacia, nuk kam idem për çfarë po flet. Okej, tha. Edhe nisëm me ato kështu, ngela, dola, ngela që të dy ata shkonin. Dhe ti që ju kam bërë? E nuk e di s'më shëndon në njëherë që të shkoja në një vend edhe të më thoshte një grua kjo është burri im, vajza këtu dhe djali këtu, jam burre grua, si kur thoj ti, po i ngacmoja burri, nona, se nuk e di çfarë të mendoj, pse ma ka thënë ashtu. Erdha në shtëpi, a thash ardhe, shkush më ndodhi, Alba po qeshte fitim, pas ta thaj, që njerëz, hej, zoti ma. E kështu, a tregova njerëz, po ja tregoj dhe juve çfarë më ndodhi. Do të thënë, nga gjitha i shqetësim që isha me temperaturë 38, kisha një shqetësim, një gjë. Do i kam merja dhe ilaçe, më ndodhi dhe kjo. E gjithë ditën dija unë, mendoja këtë, pse ma tha mua ashtu, çka ka ndodhur, mos mu ka ngatruar vërtet me ndonjëri, unë s'kam bërë asnjë gjë. Nuk e di, më jepni një ide se unë nuk I jap do zgjidhje këtiva, tregova qartë ashtu si më ndodhi. Pse duhet ma kenë thënë këtë që vajza këtu dhe djali këtu janë prokurar. Se unë nuk e se ju drejtojmë dhe njëri o vajza o djali, se kam fare në fjallor që të them o vajza si e, ose të them jo burri o djali. Nuk e di pse. Vërtet ndoshta më ka ngatruar me njëri, po nuk e di. Edhe kështu, kjo ishte eksperienca ime e fundjavës, e ndava dhe me ju, do e mbyll këtë video, nuk e di se çfarë kam bërë, por ju premtoj që jam kthyer tani në YouTube dhe do kemi një video në javë normale që po, por më ndiqni në Instagram për më shumë. Shpresoj që videon tjetër të jenë më mirë. Edhe faleminderit shumë që më ndiqni. Realisht kam kaluar ditë shumë të vështirë dje, se e them me të qeshur këto se kënë presur kur kalon, kur e mendon gjatë gjithë kohës, që stresohesh, madje edhe qanë, mërzitesh dhe pastaj kalon dita dhe nuk të bëm më përshtypje. Shtu goca. Shifemi në videon tjetër, mos harroni të bëni like, do dua shumë edhe ju përqafoj të gjithave. Shqy që erdha këtu në YouTube, sepse më keni munguar dhe jam e sigurt që ka vajza aty që I ka munguar, se më keni shkruar në Instagram edhe ju falenderoj shumë që jeni pjesë e ditës time, jetës time. Ciao!